Ejo ma people, mirë mëngjesi për juve, mirë mëngjesi për mu. Sot kena mu nis rrugës për Kosovë Shqipe. Kështu që ju mos harroni me bo like këtë video, mos harroni me bo subscribe. Kena me shku 1400 km, 1300 km parafërsisht deri në Kosovë, nuk e di sigurt, po juve kam ju marrë me veti prej këtij momenti. Kështu që tash kena me shku Shqipe se ka me konë shumë nxehtë edhe ka me pas shumë njerëz, po besojna që ashtu po shpresojna. Edhe jo me shpresu nuk po shpresojna, valla më ju tregu drejt, po kena qef me konë veç na, po s'kena që me bo. Tash kena me shku mi marrë do pije Shqipe, mi marrë me veti edhe më nis rrugës për Kosovë. Kështu që sot të ndite njini me mu, nëse vlogi është shumë i gjatë, atëherë bëni një like këtë video. Nëse jeni kënaqur të këshir këtë vlog, bëni një video në like. Edhe bëni një subscribe. Hajde Shqipe. Që Shqipe jena të e mu shkerin, edhe jemi gati, mu nisë edhe pak. Kena me shku mi marrë që ato pjetë freskuse që ju thash ma herët. Shpresoj që jeni të më nise që kjo bërtet ka shumë. Edhe tash ka dhe ka dole, po bumi gati, mu nisë me bishët, me vlon, edhe mos harroni me bu like aty. Qa keni me thonë për Kosovën? Qa bane, qyshje, me kam një të nejtë, qa këtë. Edhe sa kena më nisë parafërsisht? Qa bane, qyshje. A? Për sa kena më nisë afërsisht? Data, dita, momenti. Hello, motherfucker. Shqipe, kështu jena të lovu, jena të bogati që tasht shkojna me marrë pijet freskuse, pak më fresku, edhe mi marrë me veti. Edhe tani ka dole, po nisëm, se o një këngëtar shumë i njofshëm këtu. Një këngëtar, Mos marron. Qa bane, qyshje. Mos harroni me vo like këtë vlog se është shumë vlog i fort. Kështu që shihemi rrugës. Kena orte e deka Shqipe mi marrë që ato pijet që ta është i marrëm edhe shifni që po marrëm paka shumë. Diçka. Hajde, ka zona që po merë. Qa kemi nesh? Po marrëm pije për rrugë, edhe do me thonë është moll me qërshi, gjinitje e pëlqen shumë, edhe këpë do mi marrë këto tash qëto 2 copa, për marrën pështimin kese, veç të njerë kese, edhe a përdo nga lati? Edhe 2 bëjnë 4, pedin shkar të gjithja. Beri mirë ku kështë. Në të beri mirë? Veç. Ta afrove shumë. Qa bone, qyshje. Vazhdojmë tash sektori tjetër. Sektorin e tjetër po këshyrmi me marrë Golden Eagle nëse ka, po nuk e di tash a ka. E janë me mua, keni shumë për të parë. Jena të lyp Golden Eagle, po nuk paska. Nuk paska Golden Eagle, a? Shqiptarët pej marrin krejt. Po edhe njëm shqiptar. Në të e shqiptar. Qa jeti? Na mbetet vetëm të shkojmë tek Turqit. Po jemi në... E qëtasht, qëto sene që i mërëm, qëto jënë do pak sene që kena mi marrë, edhe do sene tjera. Kena mi marrë që atje veç po vëzhgën njoni, pe shifni, po merë sene qatë mund. Me shumit. Vesh pe mush. Kështu që tash kena me shku me një vend tjetër, e shifmi atje ku qkojna. Bye bye. Bye bye. Ja, pra njerëz, jemi duke u nisur, vetëm se jemi nisur rrugës gjatë Kosovës. Tash edhe i kemi rreth 1400-1300 kilometra cilat kena me shku. Kështu që kjerën e kena mush full që shepat ma herët. Tash kena me shku me këqyrë se dej ku përna qën kjerri.
edhe pauzën e parë do nalo me gjinë. Shoferi më i mirë, ky është, kështu që pak do ja kallëzoj rrugën, edhe ku do që të nalmi, keni me po, bashkë me mu, shkojna. Shqipe, tash na ka dalë një problem këtu në München, është bo një ndeshje shtau që e netët edhe jo vetë Lo Kolon ka edhe 1000 metra që tash jo tregoj edhe për para navigacioni që ka me pas shtau që po shifet edhe atje autobani është për momentin jo dhe shumë i blokum nuk po dokut po jena pak ma larg tash po presëm do të me prit një pak ma gatë se u bo një ndeshje dikush e ka të kjerën shpresojmë tjetë mira njërë shpresën o të Nëndaj, hëtë të një ndeshë. Shqipe veç do është më ju tregu shpejt çka do më thonë me kon youtuber njëtën kohë qërne, dëgjuset me veti, kablon me veti dëgjuset, njerës kam këshër kanë atje dhe kanë qapi njëri, qa të vokshtu edhe për para, kom veç akom laptopin Shqipe për me editu videon për juve me Bugatti MC DJ-n e kom këtu edhe që kjo është puna e një youtuberit Shqipe që vetë sa dullëm për një kolonës tjetër tash u bo një ndeshje e rej vetë sa u bo që tash ja u tregoj edhe kolonën jashtë qërë në Shqipe Qëra, a përshif një policien, ambulantën, krejt jënë qumë pesh, s'po dojnë me lalon me shkum Kosovë edhe po dojnë me na mshel Gjermani me nejt, po s'kena me nejt, kena me arrit qëllimin me shkum Kosovë, shkojna! Përshëndetje njerëz, mas 2 orësh vozitje kemi pas shumë pengesa 3 orë kena bojë dhe ishtasht Shqipe, falni se si pëllezi kamerën nuk e di qa po më gjenë kej fjallë për harroj tash jena ardhën në Austri, Villaga jena të kë shikoni si po qesh, shikoni nuk e di pse ku qesh kë njeri me mu po Villag ke qysh ke? Miro, ku që po qysh ke kallëzëm ti mu, përbisëm po përbisëm se jo po du me dit a Villaga a mo tash Villag do më thonë Villag jena në Austri jemi hyrë kemi pa disa lopana edhe disa lopana kena po plot lopana në Austri shumë ketë lopo moshin tash njerëz jena rrugës për një ndales të shkurt tash edhe pak kena me pas jena te Graz Villag që muj mja u tregu më sek fokus iki fokusin, nuk mujta me asi po jeni të e po besoj po besoj o kape shumë dili beka me kap Shqipe po kryesore e morët vesh ku jena dhe më thonë i kena dhe 400 metra zyt Salzburg me hi në perendim të Salzburgit jena shumë ofër tash edhe pak kena me bo një pauzë se kena pas shumë probleme rrugës ka pas zjarr fix, ka pas njerëz vesh po du mi tregu që për momentin kej të shku keq Mirë po baj baka i gare se mirë të shku o Nalo fol ma shumë se nuk gjosh
Nuk gjohesh. Nuk gjohesh jo. Fjallë e re. Deri tash, qysh ke kalu deri tash? Shumë mirë, perfekt. Perfekt. Ke pos kolon? Fala më sëmë të sheshi të marrë bytja, qka? Dua pikoma, e kiti salu me telefon. Për momentin janë nisi shi, tash në Austri, si gjithmonë Austria, gjithmonë e ftoft njerëz, ju e dini edhe vetë. Për ata që kanë udhëtu me kerr, e din. Për ata që s'kanë udhëtu me kerr, se din, e për që ata e kom niski vlog me po që krejt eksperiencën që për çka do të me bona, çka shkojnë ana, çka kalojnë ana gjatë rrugës. Këto keni me po ju kejt bashkë me mu. Kështu që ta shkojnë atë pa udhëza e Rodhës bashkë me juve. Po. Shqipe, jemi ardhur thash në Austri. Është ora shi për momentin. Kena me shku atje te McDonald'si. Mas pari në WC se për buks jena unë, kena hongër 2 nera. Edhe tash ti mundesh mja kallzu edhe pa më pak naq, po do sa bukur atje. Veç problemi është që ato shi. Edhe kemi shumë problem. Shumë problem se shivi nuk është një sen i mirë, s'na animon kur gjë. S'na animon. Kështu që ju mos harroni shipe me bo like edhe subscribe, edhe me komentu poshtë se a i këshi bo edhe ju, a këshi arë me bicikl. Kështu që kallzoj edhe njëherë rreth edhe mbylle, po shkojnë në WC shipe, edhe dëgjohemi masanena dikur. Që shipe sa njeri jo nalë këtu te McDonald's si për mas me jo nalë plot njerëz, po shiu krejt njerëz i ka shti mbrana, nuk po shihen tash për momentin jashtë. Amo pamja fantastike. Këtu është edhe thamelli. Edhe tash edhe pak po pushojnë ana, po marrëm diçka me pi, ka që marrë me veti, t'ju tregoj se qa kena me pi, qa kena me marrë. Mikrofoni nuk e mora, po tash keni me ba. Një tash me prit pak qërë në shipe me akull, edhe pijet mrana, si një shqiptar tipik. Edhe tash shkojnë ati pina këto pijet edhe të bomi gati për mu nisë prap. Shipe pauza u kry, kështu që tash pauza u kry shipe. Pauza e kry, kështu që tash po nisëm ka dole prap, është ora shi që që kallzova dhe ma herët. Edhe muzikal shoqë që të vetë, kërë ka të patek, kështu që shime destinacioni Rodhës janë kërë, janë pushim, janë dikon. Shkojna. Tuneli që vetë sa e pa të Shqipe Ky tuneli që vetë sa e pa të Shqipe, kjo është tuneli maj gjatë që e kena pas deri tash në Austri. Edhe po mdokët gjatë së rrugë është tuneli maj gjati që kena me pas. Po për shembull e bona video 10 minuta deri në 12 minuta e kena bo vesh me kalu komplet malin e madh, domethënë në tunel. Kështu që shumë interesant. 12 minuta me kalu tej për tej.
që tash njerëz jena tu hi në Sloveni, është ora 10 e natës, na jena rrit. Jena rrit pak e vërtet është, po na jena nis në ora 4:30 për minutit, edhe tash jemi në Sloveni, jena tu hi këtu, tash t'jo tregoj edhe përpara. Është të roshi halo, shiu s'po din s'ka ndalje, në këtë Evropën shiu të ro, edhe ka shumë Auslandera, cilët shumë tabela, shumë t'jashtit, shumë ndryshme. E për qërë, sa i shoferi? Unë jam i mrenit. Kështu që jemi këtu, jemi shumë ofër. Vesh dashta mja u dhonë një update. Edhe shimim pauzën e radhës, ose diçka që keni me pa. Pa. Shqipe jena nolë qëtu në Sloveni, kena më rri, jena nolë të një pumpë, edhe se përpi një kolla qëtu, nashta s'po mënini, po që ka shënimi dikun tjetër. Gjumi na ka hop, po se kena njetë monagi. Këtë e veç pasojat e para. Shqipe, pushimi u kry, kem këtu, ne të nashta më keni një aty, se dhja këm keni një, se këm fol po, ka pa shumë ekstrem njerëz, cilët kena mu taku edhe pak në kufi në Serbi, te kolona, edhe u freskun pak, pushun pak, tash po nisëm për Kraci, Kismet, edhe Serbi. Tani në Kosovë. Kështu që ju nëse keni këshirë vlogin dhe këto, mos harroni me bo like, post, subscribe, edhe me komentu se a i këshi bo ju këtë trip bashkë me mu, edhe komentoni poshtë gjithë. Shqipe kena ardhë, jena me një vend takim tjetër. Po, qashtu, këtu do kena, një vend takim tjetër, kena ardhë një pauzë prapë se ishte tjetër, ishte shumë e nevojshme, kjo pauzë. Sidomos për njerin. Tash njerëz po besoj që jeni ton po komplet. Po shkojna me disa ushtrime fizike dhe kuluçulumulite. Ti çpi pa kom njerëz, përni me të vërtet janë koqit të gjitha, nuk po gjoj mo, nuk po gjoj. Ngone vesh pak, ngone komente. A netët, se netët pra. Ma bo një klip që ta ma qëtë në TikTok. Se shumë funny ke. Edhe ta Shqipe, jena këtu në Sloveni halo, jena nalë që të pushu, nuk e di. Edhe po pushojna, kem vetë ej, zotni! Qysh hi njerëzit vesh rasën. Që për vetëm këtë personin këtu, një shqiptare e gjetëm, a kjo arë për mërgimit a? Kush o mërgimi? Mërgimi. Jo, se njo. Se nje mërgimi? Se njo me mërgimi. Kaloshi mirë. Kështu që Shqipe une penali kamerën këtu, ju vazhdoni me këshirë vlogin se ka mu konë shumë interesant. Ta shena halo në Sloveni, po do të me këcy pak, qështu po shkujna po këcena pak se për një me Shqipe është për momentin 13 gradë nëse s'ka bëj në Sloveni, edhe jena që të pushu, të nejt, edhe të bo shtrime bashkë me juve. Kështu që edhe njëherë, që që thash falemderit vllaut se ky ka vozit të rrugën edhe ky ka me vazhdu me vozit. Edhe ta Shqipe shkojna dikon tjetër, nuk e di se ku, po me siguri në kufi. Me siguri kufi kena mu po, kështu që rëni halakshën në vlogin të në fond,
mos harroni me bo like, mos harroni me bo subscribe, edhe shihemi. Qysh! Knjeke. Edhe shumë shqiptar paska shipe. Për t'regoj drejtën, se kum prit që kaq shumë jena na, po shumë kukshmi. Që e kena një qytetar zakonshëm, që një qytetar do pytja, a bën do pytje një qytetar shtu? Hajde. Mirë mrama, si keni kalu sot, gjatë rrugës, deri këtu? Po shiko, mirë. A jeni lodhë? Se jeni konvozit si gjithë kësaj kohe. Jo, si me lodhë, heq, gjithë ka shku mirë. Jo që ku kaloni këta? Mirë, që ky veni shumë i bukur këtu. Ku shumë mërgimi? Jo, mërgimi si jam, blo. Vlovi jam Shqipe ka vozit tonë rrugët, falenderë piktina shumë, na ka knoq. Përshëndetje Shqipe, tash jena për momentin në Kroaci jena për momentin, e kena kalu Slovenin, jena shumë ofër kufinit, tash edhe pak kena me mri, unale me mu shumë kerrin për s'dyti herë, nice, shumë mirë ka që dhe ishtasht, edhe tash takumi dikon tjetër. Ciao! Njerëz, qyshe pot edhe ju që ju tregova kolona dhe tash e kena 8.7 km lartë. Qatë shumë është Sërbi, në kufinin e Bajakovës. Kështu që po besojna një 6 orë kena me prit që to, po ju nuk keni mi po ato, keni më konë direkt me një pjesë tjetër kur kena mi kalu këto, kena mi tregu. Edhe diçka a kim përmeshtu? Jo, mirë është. A o mirë? Mirë. Diçka, për kolonën, a kim meshtu diçka? Se niq? Se? Okej. Që edhe njerë pjo të regoj për para. Lug Shqipe, lug. Shqipe tash kena mëri jena gati sa ofër, syt të kuq altë që si na të po më kur gjo. Për gjumë shumë. S'kena prit shumë që kena menu, një 5 orë, 6 orë, 7 orë. Po, dejta është një 2 ora. 2 orë, dejta është kena prit. Ka hala për para, po kryesore tash. Po e shifët pak kryt. Po e shifët pak kryt kolonës. Edhe me dorëzu dokumentat për me hi. Për momentin është ora 6 e mëngjesit. Na kur kena vri këtu, ora 4. Kështu që 2 orë jena të hec ka 10 metra dhe të nalë, po mdohet pivje fundi. Edhe tako me dikon, qimi dikon tjetër me nej pauzë. Ciao! Shqipe, pas 16 ore, jemi mbërritur, jemi afër Beogradit. Sa po e kalum Shqipe pas 6 ore që kena prit në kolon edhe unë zot sa i na lodh. Po e të regoj të vërtetën i na lodh shumë. Tash jena të shku për Beograd edhe me dal në 10 bardh me hi në Kosovë. Kështu që tash e tutje jena pak ma qetë, jom shumë koni lodh, kena prit shumë 6 orë, 7 orë nashta, maksimal. Edhe jena konë shumë të lodh, truni na u ka lodh, me një fjallë, truni u lodh. Shqipe tash kena mri nesh, e kena kalu Beogradin, jena që sa orë të vozit? 18 orë e 53 minuta. Do me thonë 18 orë, sot është data i 31-ti. Ka hupe edhe data. Edhe data pas ka hupe. Me 31-ti një jena njës në ora 5 mramjes, jena njës në ora 5 mramjes, tash është ora 13:30. Pes mramjes. Po dhe ajo parë mëngjes.
Në 4 nëse, ne? Në 4? Në 4 gjys. Para fërsisht 5. Okej, 5. Do më thonë 18 orë e 54 minuta i kena bo deri që tu. I kemi edhe 340 kilometra. Këtu po nash po thot që në ora 4 ose në ora 5 më rrim, po besoj që kena me pas prap kolon. Shumë e madhe. Unë për veti kum gabu që jom nisën me këtë datë, ju paralemroj juve të gjithëve se me datën 31 edhe me datën 1 gusht mos u nesni se të merë, qa kom përjetu është të merë. Kështu që vetëm me një vend me nejt 8 orë është kryto të mëdhimt, mu da. Ku marru me bu vlog krejt. Mja u kalzu pak Beogradin, nashta se keni po ku marru Shqipe, më falni. E kështu që shimi dikon kur t'nallëm edhe shimi kur t'jemi në Kosovë. Shqipe tash jemi të dheu i bardh, jemi shumë ofër për me hi në Kosovë. Kështu që mos harroni ju me bu shumë lajka, ju tregoj edhe pak diçka tjetër, qa bujna me pas se s'kom baterin kamerë shumë veç 7% pas na Shqipe, kështu që tash ti kamera më mush edhe Shqipe pas pak. Brr! Shqipe, kena mëri jena në Kosovë, prom kena mëri në ora 9 nëse s'gaboj, s'kena pas më kolon gjatë rrugës, po e kemi pas shumë shtirë dhe sa kena ardhë, tash jena në Kosovë, tash jo këtu të shtëpia jam, edhe episodit fillojnë vlogat. Juve faleminderit shumë që e keni kqyr këtë video deri në fund. Mos harroni ju me bu like, post, subscribe edhe me komentu se a e këshi bu ju me mu këtë trip edhe a këshi mujt me qëndru 30 orë pa gjumë. Na i nakon 30 orë pa gjumë Shqipe. Kjo se di që kena mujt me adol, po tash jam i moshta po shef një keti ajt pe gjumit. Po gjithë shka tash u kry, tash jena veç në Kosovë. Faleminderit keve juve që keni këshyr këtë vlog. Edhe prit një vlogat tjerë se kena me shumë vlogat mirë. Edhe mos harroni me bu subscribe, like, edhe me komentu poshtë. Boni shumë lajka për këtë video, se e meriton me i bu shumë lajka. Se pe Gjermanisë e kena nis, tash jena në Kosovë. Faleminderit shumë që e këshyret edhe njëherë, and peace out. Përshëndetje Shqipe, mirë se u kthyt prapë me një video të re sot. Ja kena nis vlogit në Kerr, se jena të shku me një meeting të Maraklit e Kerrëv. Aty ka mu bo shumë një neje mirë, edhe ka me pas shumë kerre luksoze, ka me pas kerre sportive, edhe gjithë shka. Jo me një kerr shumë bukur për momentin, me një shok temin. Kerrin keni me pa edhe pak, se kena me shti mas pari me la, që me dal për ju sa ma mirë. Dhe që ta e shif një kerrin t'u la. Shqipet që vetë sa e pastrum, BMW-n, po do këtë nashta shumë bukur, po hala nuk është përfundimi, veç e kena lon pak me shkum qështu. Edhe tash kena me la, edhe në fund keni me pa rezultatin se çfarë makine është kjo. Kjo është një makinë që se keni pa ndonjëherë, po ka edhe makina tjera që si keni pa kur. Kështu që rrini deri në fund, bëni një like, bëni një subscribe, edhe shihemi në fund këshyrmi se çfarë po bëhet me këtë BMW masit pastrohet. Shkojna. Shqipe na e krytëm kerrin e pastrum, tash e shef një pak se jena vonu për të meetingi edhe kena me shku shpejt du me shku se jena vonu shumë. Kështu që tash ja u kallzoj ka të vjen edhe ja u kallzoj tani atje pra. Para se me po, bëni një like. Hajde, shkojna 3, 2, 1. Tash e pa të kerrin, nashta nuk e keni pa krejt, po tash ju tregoj qysh i ka performancat kë. Kjo është një BMW X5 M50D 2020, i ka 400 PS Shqipe, edhe gjithashtu i ka 4 turbina, kështu që ky është një super kerr, po kena me pa edhe shumë super kerre gjatë rrugës, nuk mujta mja u tregu shumë, se nuk kena shumë kohë, jena vanu pak, qysh ju tregova edhe më herët, tash
veç po shkojna sa ma shpejt me mëri. Kështu që shkojna atje Shqipe. Ja u tregoj edhe rrugën nga pak, po kolona sot na lora hatit që shkojna direkt atje, hiç pa prit. Hiç, mos pritni hiç. Shkojna, hajde. Shqipe kena ardhur, po ka për momentin shumë njerëz, ekstrem shumë njerëz, shumë problem është edhe me dalë. Po tash keni me pa ju bashkë me mua. Shumë problem ka me konë, po tash kena me shumë i këshyrë, nëse mujna me pa diçka ju tregoj, nëse s'mujna atëhere do shtë në vlogi. Lugë e madhe. Shqipe, peshifni që për momentin është të shku që s'ka mirë, neja vetë sa ka fillu, edhe po du m'ju tregu që tash kena me shku pak na për kerë, mi këqyrë, janë ngu ushtimin edhe... Se di, nashta nuk kom nini mirë, hajde! Shqipe, nëse nuk kom nini, nuk është foj jem, mikrofoni o këtu, keni me një edhe kerë, edhe mu, edhe krejt që ka me ndodhë për para me. Tash, shkojna e këshyrë. Tash, shpeshif një kjo BMW është shumë një BMW e bukur, shumë ko ka një BMW e mirë. Spider-Man, nuk po di, më kalon pa men. Pa fjallë hisë. Shkojna pak ma mrena dhe këqymi se qa ka. Diçka shumë interesant është të bo. Edhe pse që atje, kalzojo, që atje është mrena aty tu kërsita e kerri, e kejt njerëzin të shku që atje na mujshmi me morë sash një ven aty me nëzon ku bojnë drifta. E ta këqymi a mujna me nëzon një ven apo jo. Hajde këqymi se e mora mikrofonin dorë mas mirë ti se ndrysha nuk njëna. Këqymi se shtashta për mujna me hi dikur mak ma me des. Hajde që tu me mu? Hajde me mu? Si kallash. S'ko ka kërkosh. Qëto pista, cilët njerës bojnë drifta, po nuk ka kërkosh të bo drifta për momentin. Hajde largomi se s'ko ka kërkosh njerë. Që kjo djalli special për Bianocit, kjo shqiptari. Shumë e fort ke edhe kjo zhurë. Hajde e këshur mi BMW-n se i djegi gumat. Qa po shof une po kamermani pak i dëpt, e nuk po shes sen hiq. Shumë zhurë me madhe. Këtu jë mirë. Hajde shkujna pak ma shanina. Vesh hez drejt. Qashtu. E ma mirë se kaq nuk bëhet. Kalzoja pak që t'kerën shumë i bukur. Largonu nga tjela, nuk sesht. Shikon e njërë. Largonu. Bo.
Kalzoni njerë komente sa e bot këtë urusin edhe ajo ka pëlqy shumë. Komentoni poshtë edhe kalzoni, se shumë i bukur edhe mu më pëlqej shumë. Në ngjyrën e kuqe. Hajde me mu. Shkojna dikun tjetër me najker tjetër që mujna me gjetë. Se shumë problem me hi. Se me gjithë qep, pse jo. Kisha hi atje mrena, Shqipe, po thojnë që është shumë rrezik me hi vetë mrena. E kështu që ma mirë, heq. Ja futi te lau. Jo, pështoj. Hajde shkojna dikun tjetër. Shkojna të kjo BMW-a që po kërset që tash për momentin. është të kërsit. Që kalzoja edhe golfin pak. Kalzoja golfin shumë i bukur. Shumë i bukur, tho. Ja së ndojnë një qiknej. Hajde shkojna prap, hajde prap qiknej. Hajde të qëta që po shtyjën që do. Sja qes mikrofonin aty. Put the camera on the side. How it's feeling right now? It's good. It's feeling good. Not compassion, but that's good. Thank you very much. Enjoy your time. And you too. Thank you. Po është problemi që po ka shumë zhurë për momentin e nuk po muj me folë qdo sekund. Apo hina, as po hina, mrena? Jo? Okej. Qatë njerin e pyta se që po kalon, po kaloj ke mirë, edhe unë jam t'u knaq qipe, shpresoj që jeni t'u knaq edhe ju me këtë vlog. Mos harroni me bo shumë lajka, se të spju t'gjoj hitsen. Bishën ana ka prek nej kush, jo. Edhe kjo është keri rodhës I cili ka me hi drift. Hajde jo mini review, hajde. Qër mrena që e pas ka sa interesant? Kalzoja pak? Shtëre kamera mrena? Shumë interesant, ha? Që motorri? Edhe motorin shumë bukur e pas ka. Wow. Po me mujt me I pasi mrena I shkon halo ma mirë Shqipe po I pëtëm ata atje, po na than jo. Qa me bo? E ta shini njoni, po afromi edhe këqyrmi. Nuk jom të ditë veç. Shumë interesant. Shumë më pëlqejnë. Veturat
të çmendura. Me të vërtet. Tash ju tregojna se ku e kena lënë na bishën ton. Bisha jonë është këtu pra. Tash e shifni, i ka koll dritat. Që tash e shifni këtu me cilin kena ardhur. Këtu është Kirrion, me këto kena ardhur. Është edhe kë shumë një kategori për matnalve, të më thonë. Kisha pas qef edhe motora me po nuk po ka. Po ka shumë sene tjera. Edhe pse ai ndrift atje e kolli krejt. Po kërë më do këtë që po shumë. Edhe kënë zeronisht këtu, kallëzoja shumë i bukur. Shumë i bukur. Pas ka edhe këto grillat e bukur shumë. Shumë më pëlqen. Hajde këshyrmi edhe diçka tjetër. Hajde dolmi për mas. Hajde për mas. Nuk që ka normal. Njerëz, tash kena hi këtu mrena, i kanë shti këtë kerët mrena, edhe bishën e kena shti kallëzoj pak. Këtë janë mbledh krejt, kena me shku paka shumë të krejt kerët ka pak me këshyrë, se qysh po dokën, që të edhe këj bukur po dokët. Shkojna të tjetra që atje, hajde. Që edhe këto kerët bukura, shumë bukura që golfi për shembull, që e bërë ma herët video, e kena. Edhe ka shumë shtirë, për shembull sikur ky Mustangi këtu, shumë i bukur, shumë më pëlqej. Shumë do ka nice. Shumë nice. Që edhe kjo BMW-a e pëmt me numërin 110. Që të dhe pak po që kjo BMW-a e vjetër këtu që shpeshefni është edhe kjo klasike. Nuk e dija jeni të e po mirë, po qash që shpeshefni është shumë e bukur. Ta shkyrmi tash shkojna me na jonë tjetër. Shkojme ta këqyrmi se qa po ndodhë qiknej. Që edhe Porsche-en të parzit që e bënëm video, edhe kjo shumë e bukur. Qyrmi edhe kere tjera për shambull, të atje. Që edhe kjo BMW-a vjetër shumë e bukur. Po se dija jeni të e po se shumë ka njerës. Shikone. Shumë kerët bukra. Nuk po ditë cilë me zgjedhë për me bo një video. Që kjo? Tu, motori aty. Shumë bukur. Dhe kjo BMW-a dikun po do me shku me dalë në dogët, nësë s'ka bëj. Po na tash po shkojnë atë veni jonë dhe po besoj që o të ju pëlqy video shumë, se është shumë interesant. Shumë. Çdo kërë maj mirë se tjetëri, nuk pëdi edhe qa me bo. Edhe kjo Audia këtu shumë e bukur. Shumë. Edhe kjo më pëlqej ka shumë. Kallëzoja pak që atje qa të ndodhë. Të merë i vërtet. Edhe shime i shipe dikurna. Po besoj që ju ka pëlqy kjo video deri tash, vazhdoni me këqyrë.
Jemi në shtëpi Shqipe, kështu e bu editimin e kësaj videos që tash për momentin një të po. Gjithçka u kry, kena kalu atë ditë shumë mirë. Editimi u kry, ka zgjat pak se më kom pak pa qef. Dhe që falenderit keve që keni këshur këtë video dhe në fund. Nëse ju ka pëlqy mos harroni me bo like edhe subscribe. Komentoni poshtë se cila makinë ju ka pëlqy mas shumëti. Edhe komentoni poshtë se cilën makinë kishi pas qef ju me pas me vozit për ditë. Kështu që falenderit dhe njerë që keni këshur këtë video. Mos harros like edhe peace out Shqipe. Hey my people, mirë se u kthit prap me një vlog 3. Sot jena me një vend shumë interesant. Kështu në videon deri në fund se kam ju pëlqy, mos harroni me bo like poshtë edhe subscribe. Shkoni bëni 300 lajka. Sot jena në një vend special për juve. Kështu që tash kena me shku, tash kemi të tregu se ku jena edhe hajdini me mu. Shqipe, tash jena me një vend tjetër, këtu e kena një makinë të vjetër, cilën jeni të po, nuk po du më thangë tani atë që muna me hypë për me, ama nuk po du vish, po du me ju kallëzu që është diçka shumë e vjetër, e lashta dhe e bukur që po do këtë shumë nice. Në këtë vend këtu po na pëlqen shumë, edhe mund është me afru mja kallëzu se qysh po do këtë mrena këtu me hypë aty poshtë, shumë interesant. Që ka këto pedalet, mund është me i tregu pak, edhe këtu poshtë, shumë bukur. E kemi edhe një tjetër shtu, është offer, shkojnë e këshim edhe që tjetërën. Që kjo pak ma modeste diçka. Sa e bukur, këshërë. Me qetë të, unë është me hypë mrena, më shku atje. Gasin edhe koshnicën e keni. Këto për para njëcit ajer tjetra, që pot, shumë bukur, të regoj edhe pak poshtë, shumë nice po dovet. Hajde ta shkojna me një vend tjetër. Kuajt veç i pat, me hypën ta nuk guxova Shqipe mi u tregu drejtën se thash që me bu me ra e thej kiqmen. O shpina me, o vel, vesh ma kam shumë grejfe, o bre. Edhe nuk muj tani me postu video, me editu, po qysh për shifni mbrapa me e këtu po do këtë Gilani, ose për ndryshe Gjilani që i thani ju, dikush nga jo atje, këtu për mbrapa e kam Gilanin. Përfundojna këtu, e destinacioni tjetër është dikon tjetër, kështu që prit në kështu në videon dhe në fund. Hajde! Mirë se erdhëm në lokacionin e ri, këtu jemi me... Nashta ju tranova pak kërsiti, po këtu e kemi një skarë, kemi dalë me një katun, që tu në katunin tem, offer, edhe sot kemi vendosë me bu një skarë të bukur, edhe keni me po procedurën që shka me shku, mishin që shka me bu, se nashta nuk e dini, po përmesh më së më drënë, jem baba. Kështë që tash edhe pak po fillojna, po mas pari po shkoj për marrë do... Misha! Do mirë po shkoj për marrë, edhe të ja fillojmë skarës. Poshtë të bu flia, kështë që priti në fund se ka me dalë një vlog, super vlog. Mas pari na konë të Valirant që na keni po, tash jemi këtu. Frym. Alo, hej! Nerdan. Fejt! Që po bërtet? Tash po fillojna me bu gati skarën, edhe masi ta bojna gati, masi ta qes mishin, ju të regoj se qa ka me bu, qysh ka me vepru, edhe si ka me taste, qysh ka me pos shien mishi kur ta bëj, tash kena me po shkojna, hajde, njerëz, smujta me nejt, pa ju të regu pak flien se shumë me bukur atë dalë, vesh këshërne, hajde, shkojna. Va. Vje që jeni të ndjeshëm në flia, mos e këshu në këtë video. Mashallah. Njerës për lypën dru për skarën, se du të me kom pak ma zgjedhën, për ata që e din, për ata që kanë qef me bo mish, me hongër mish, e din, që do sene edhe do drudhët me kom pak ma zgjedhën. Këtu, një hulloj, ose hullaqk, do i thojnë. Shkojmë japëm një shtyrje. Hajde. 1, 2, 3. Opa, fletërova.
Që njerëz, këshën, që të duna me lyp me gjitë. Ta këshyri sa ka. Se gjitha një, qasi që po më vynë, vish njës për se që më del. Duna me gjitë ma shumë. Këtë më në shumë më thi kryt. Ko mërë naj gjarë për nej. Gjarë për. Jo. Ku. Ka im të hi edhe në Shqipe. Shpresoj që ju ka pëlqy ky vlog. Livriti valla diçka që të Shqipe. Që tu ka livri diçka. Bashkë që tu, që tu. Dik! Ku? Qa është mëre? Hitha. Kush hanë pite me hitha e din sa të mira janë. Po kush nuk hanë e din që pitimve sa ka të është. Kur djegësh. Njerëz, më do këtë që të s'paska. S'posha. Kështë që po largona ma mirë për qëtu i sa s'm ka dalë nëjse. Edhe pe bujna cop që to qa e gjetëm. Po kështë që mi mos po mujna me gjitha dhe diçka tjetër. Hajde. Që lo qëtu. Shkojnë atash njerëz me thy qëto. Opa. 1 2 Oh. Weran, hey, qa pi bon mëre? Që, vanga. Pa livrit! Hey, qa pa livritin? Dora. 3. Ku, në motor. Me pas ditë që jam qika që fort. Kisha shku morrej boks. Ja që to badi hava së në thaj. Mos shtyni me të mollin. So one ju pasha një Allah. Skrik. Ku me gjetë marrë edhe do dru, po më vynë edhe pak dru. Hajde po hina në mal, hajde vjë marrë me vetin mal. Ku Shqipe, po rezikojmë. Ja vlej me reziku për këtë vlog, kështu që ju që një të këshyrë, ju kësha lutë bëni shumë lajka se tash ka mu bo shumë horror. Skinat, horror këni mi po. Qërë sa gjeta, qërë në Shqipe. Sa e bukur kjo breshk, këshërë në këtë breshk sa e bukur, si Lambo. Mësë më pengo, rrugaç mësë më bon me pengu në telefon, nuk thirët për kotë. Këshërë në sangaci. Ku. Shpresoj që si një tu. Se vuna me qëllim. Se vuna me një qëllim të keq. Ta shina tu, më përgadit me hinë mal. Po, rezik. Urëm një fatë se po hina në mal. Ku. Shumë rezik. Qa ke qa jo? E mora një shtokë si arë mbrojtëse. Ku thy. Që thy vetë. Ku, kjo momenti të shkel këtu. Hej. Që të bumëre? Që njerëz nashta të shifni, që të e gjitha një. Mali kujna është, më falni, ju kërkoj falje publike, nëse po ja dëmtoj malin. Po, edhe unë për veti rezikova me hiktu. Nashta edhe ata që e kanë këtë mal, veç për që ta nuk kanë kohën. Kush e ka këtë mal? Kjo është mali jem. Mërë Shqipe. A përshet që thatë me dhe veti qysh po hen kjo me vjedh. Në mal të huj. Jo, Shqipe jo. Ku mardë vetëm në shtëpin time dhe në malin tim. Mos para gjikoni, se ju rej shtogë. Që të pi bujna do, spira do. Që mi thonë ma, se nashta pi thëmë si ata të katunit, po spira i thojnë vlo, që mi thonë të me, spiratore. Ku. Po mdo këtë vetja se e filmi të Rambo. Hajde, po shkoj, Shqipe pak ma nalë që atje, pioloni juve njerë që atje, mos o mek një kërkon. Ku gjarë për një familjen, një gjarë për ku saj madhë. Ik, Shqipe, ju mora me veti, qau. Ikoj breshk, ik, sa ma shpejt. Ik. Qërë në Shqipe, që to i mora, tash po iki se qfar gjarë një këm po. Mos vetë, saj madhë. Që Shqipe, mishi u kry Shqipe. Tash vesh kena me qitë to, edhe me pritin sa të vot gati. Afro, ka bëja, po. Që njerëz veç erdhëm për fundim, tash veç nga ka mejtë edhe qëtu, edhe tash për shkuj nga ka dalim i hongër. Që po mesh deri në vdekje. Shqipe, tash u këthym në shpe pas mishit, edhe tash e kemi një challenge për me bo. Po qfar challenge-i, kjo është një challenge marramendës. E kom vendos vetë,
me kriju një pije shqiptare që nuk e di as vetë se ç'ka me dal, po tash e shihni pijet që i kam këtu afër. Domethënë, këtu janë pijet prej Golden Eagle, Go Plus, Sola, veç pak ta kthej. Sola, edhe kemi qershi këtu. Unë e qa për duk në të lombace? Unë fal, kuku. Oj, se po ta... Këtu kemi Sola, këtu kemi Go Plus, këtu kemi Golden Eagle, këtu kemi Fanta, edhe këtu është Boronica ose Blueberry. Tash kena me marrë një gotë, edhe kena me vazhdu me bo një pije temën personale që ka me bo unë vetë. Me këto pijet këtu, ka me bo diçka mix pak, edhe kena me provu në fund se që shka me dalë. Kjo nuk është ku një farë lloj dënimi, po kjo është vesh me provu se apo muj me bo një pije ma të mirë se këto që janë këto. Shkojna tash e provujna, hajde. Tash do më thonë jam gati, po shkojna me zgjedh pijen e parë. Ta këqyrmi, mikrofonin po ma shifrin. Ro, ka së bëre këtu. Paja këtu. Nga një shipe. Po shkojna mas pari me jo me pije energjike, se tani po bëhet shumë energjik, kështu që po ma shemni edhe ndresën e Kosovës me numrin 10 e dini jo cili është Edën Zhegrova, respekte për Edën Zhegrovën. Po shkojna na mas pari me Boronicën. Po shkojna me provojna Boronicë, po fillojna me Boronicën edhe ta këshyri se qfar pije kena me bo. Shkojna ja hedhëm, okej. Që be ku e derva. Shkojna tash me... Po shkojna tash me provojna Fantën. Pe hedhëm to. Hajde. Okej, jo shumë. Pe shifni që po do këtë tash, këshërne. Interesant po do këtë. Nashta kena me qita pet ma shumë fond, po tash po shkoj me Go Plusin, shkojna e hopëm. Okej. Qysh ju thash edhe ma herët, kë nuk është as një dënim, as kur gjo, po vetëm e pata një ide, thash, me e provu, me e bo një pije teme, nashta më pëlqen. Nuk e di, po shkojna me provu, po rrezikojna. Qa po këshirve gani qa po? Hajde Shqipe. Okej, jo shumë, që tash qysh po do këtë Shqipe, ta përzina pak, qërën e tash qysh po do këtë. Kështu qysh pamja e parë po do këtë nice, kjo shku ma nalë se di pëse po del qështu, tash po shkujna pi hedhëm qërshi, hajde me qërshi, e hopëm qërshin, shkujna, me zbut pak Shqipe, jo shumë energji. Jo shumë, okej, mirë është ma shumë spihidhi se tani bot shumë, po këqërnë që po do këtë. Kështu nice po do këtë, po në fund se di që shka me dollë, tash e kom njët pak ma shumë sola mi qitë Shqipe, ose qaj, për ata që se din, qaj sola, se kam provu nashta. Edhe pak, okej. Nashta për juve do kësi një dënim, po mu se di, tash po mdo këtë edhe mu si një dënim, se do shta me provu bre Shqipe, thash, s'pon pije diqka, as një una për qëtëm veç qëto, thash, a bënën e me provu, me bo një pije teme personale, kështë që tajem të e bo për momentin. Edhe tash ja qëtëm atë qajnë ose solën, që shpo do kë Shqipe, për momentin po mdo këtë mu nice, nuk e di ju qa po menëni, po shkojna tash me Golden Eagle, pe e provojna pak mi e hedh, hajde. Okej, bol. Okej. Po shkoj pe marrë një lugë edhe pe përzi pak, me marrë formën e mirë, hajde shkojna. Lugën tash e morra, po shkoj pe e përzi pak, hajde. Ta këshyrë se qa po ndodh, tja o afraj edhe qa të e shifni edhe jo ma mirë, se qa o të ndodh. Kur e përzi. Shpresoj mos të helmona, ose mos të më gjenë diqka. Po kështu qysh po do këtë pamjet por, po do këtë nice. Kështu që na po vazhdojna edhe pak Fanta për mi, edhe tani pi hedhëm edhe pak Go Plus, edhe pe përfundojna me qaq, ose pi hedhëm Blueberry, ose për ndryshe Boronicë,
Hedhe edhe pak boronicë. Okej. Do të thonë ngjyra veç e kuqe, nuk e di pse nuk po ndryshon, po që to krejt shqipe ka me pi. Shkojna më shet me këto se shkojna tash me një përzirje të fundit, edhe po shpresoj që ka me dalë diçka nice. Po shpresoj se nuk e di shqipe, nuk e kum provu, nuk e kum bu, ju premtoj që kjo është hera parë që jëm të e bo këto, edhe shpresoj mos tjetë e rrezikshme. Me na falë shqipe se e della pak. Shkoj ta gjeni pallon ta fshi. Atëherë me fshi e fshita, qysh un pot. Telefonin pe boj gati shqipe që na i sel me thirr mjekun me në ren. Po, qysh pe shifni, kjo është fundi edhe kjo është rezultati që e kena piket këtëve pijev që e kena qitë në këtë gotë. Tash, po shkoj me një glëng, jo as të modhe. Hajde shqipe, urom një fatë. Uromni që mos shkojnë në spital. Shqipe, nëse nuk e keni bu like edhe subscribe, shkoni shpejt bëni një like edhe subscribe për ju pres një minut. E tash mas ju këthit, mos harroni edhe me hi këtu, me ma bu follow në Instagram, ose këtu në TikTok. Kështu që, po shkujna Shqipe, pe provujna mas pari këto edhe mos harroni me bu shumë lajka për këto vloga që jem të i bu. Shkujna Shqipe, 1, 2, 3, okej. Shqipe nuk është e keqe, nuk është e keqe Shqipe. Okej, po shkoj edhe për një, edhe për një herë. Okej. Që kjo e dyta nuk e nice heq. Që kjo e dyta nuk e mirë heq. Shpresoj mos me mbo diqka. Kështu që e provova, ma mirë pjo kthejna këtyve pije që i pot këtu, se me kryu një pije tem. Kështu që ma mirë po rrinë këto pije që janë këtu, se sa me pi këtë pije. Tash Shqipe, ka orë përfundimi këti vlogi, edhe një vlog veç është në përfundim, kështu që mos harroni me bo subscribe, mos harroni me bo like këtë video, mos harroni me komentu se a kishi provu këtë sen me mu bashk. Po, një vlog u kry që shtash edhe ma herët, edhe një vlog ka me ardhë shumë shpejt Shqipe, për deri sa jo në Kosovë. Nashta këto 2 vloget e fundit jënë vanu pak ma shumë se ato tjerat që janë vanu, po shkaku që nuk o mujt me kon aktiv, për shkak se kom dash me shiu kohën pak me familje, edhe tash jëm rikëthy, edhe jëm tash pak prap me juve. Mos harroni, komentoni poshtë sa e kishi provu këto edhe një herë, edhe mos harroni me bo subscribe. Hajde Shqipe, shihemi në vlogën e radhës. Faleminderit që e këshyrët, and peace out! Ma Shqipe, mirë se erdhe back me një video. Sot kena me bu një challenge ku unë kam i shitu 30 shuta për me rok transversalin ose shtyllën për ndryshe, shkuj me në reni shut. Okej? Edhe duhet me rok shtyllën 5 herë. Nëse na nuk e rokëm shtyllën 5 herë, pëson dënimi, kena mi bo 50 pompa, hiq panal. Shtu që rëni kështu në video ndaj në fund, mos harroni me bo like, mos harroni me bo subscribe, edhe hajde shkojna te challenge-i. Nashta skillat e futbollit s'mi kini po kur, po me futbol e dini që e du shumë. La Ronaldinho. Po shkojna me në ren, me provu shutin e parë pi 30-ve, hajde. Ta këshyr me a, do t'jetë shtylla jo. Shkojna. Shit. Ta kisha pas edhe një njeri Shqipe me shku mi marrë s'ta topa, se ma shumë po lodhën ato shku mi marrë topa se sa. Të e rok shtyllën. Shqipe, tentimi i 2 prej 30-ve, do me thonë. Tentimin e parë e patëm, tentimi i 2, hajde. Hajde, shkojna. Shqipe, tentimi i 3 është ky. Hajde, vazhdojna. Prej 30-ve. Shumë ofër. Nashta pa shifni që e kom majicën e Shqipërisë veç, se son të lunë Shqipnia me Latvien. Presoj që të fitoj edhe të kualifikohemi bilëm nja Kosova, ja Shqipëria. Ma si folëm për Kosovën, atëherë e thirrje dënë zhegrovën me arë këtu.
Shipe, nuk është e Don Zhegrova, po jo mune vetë. Majica është e Don Zhegrovës, kështu që takshimi më s'pona sjell pak fat në këto goditje transverzalës, se po kemi dhe sashti kemi 2 goditje, 3 goditje në s'gaboj, e kena hup të trijat, të takshimi sa për rokëm, hajde. Hajde apet. Ndoku që asë Don Zhegrova nuk po sjell fat. Tentimi i 4, shkojna goditje shumë fort, kili kipoteri. Hajde. Goditja e 5, shtyllën po, amo shtyllën e poshtë me jo. Shipe, goditja e 6, hajde. A 5 shtyllën e 1. Që kjo është një sinjal, kjo është një sinjal. Nashta kësaj here do kem fat. Urënëm fat, mos harroni me bolla i videon. Për ma shumë kësi lloj video, hajde. Ndoshta është ma mirë me pushu pak. Po jo mëre qarti, hajde, shkojna për sëri. Mine Jamal. Vazhdojmë tani Jamal, goditja nga Jamal! E ka rok, Shipe. E marrë këto si kur rokme. E ka rok më që të Shipe. Që të e ka rok. Shkojna, një e kena bu, shkojna një gjysëm vole Shipe. Pe provojna. Hajde, hop, hop, hop. Aj, shumë nalë Shipe. Shipe po shkojna që të komën e majtë nuk e di pse e marrë me veti. U dosh me lonë të shpia, po kësa here e kom me veti edhe për provojna me komën e majtë me shitu me rrug shtyllën ose transverzalën. Hajde. Ku. Katastrof. E provoj edhe një herë me t'jashtë më Shipe, si Lamine Yamal. Lökin pop. A e fat ato Shipe. Aj, Lamine Yamal. Shumë mira. E kum rok. Qysh bese kum rok? E qysh u gëzovon për palidhja? Ej, me patika të reja në të lytë. Shipe nëse se kum rok, llogarit në që e kum rok. Hajde, shkojna, tash kena me provu Shipe prap një qasi loj. Se di që thojnë qëtoj, kështu që shkon. E shif një qëtasht, shkojna. Afër u konë. Shipe, pe shif një këtë pjesën këtu. Tash kena me provu me rok si Ronaldo, do më thonë, mon këtë pjesën këtu poshtë, që me shku topi sa ma shpejt. Ju nashta nuk e dini, se di shkrajnë të musil do miza, po miza cilën veç mas. Kena me provu full power, full shot mja fut, me këshirë se so po shkon. Shpresoj që nuk e gjujt në alt atje. Hajde. 3, 2, 1. Goditje interesante, amo nuk pat përfundim të mirë. Definitivisht jo s'do e provojmë apet, po kush t'i vetë rregullat. Hajde edhe një qashtu. Shit! Shipe kum thonë 30 shuta, pi 30 shutave këm rok 2 shtylla. Kjo goditje do përfundoj janë shtyll, ja jashtë. Shkojmë, 2 opcione. Ngolli o. Vazhdojmë, nuk ka dërzim, as nuk ka pështim për shtyllës. Pe shifni që nuk është edhe qa që letë, që shky menu në ashtë në fillim. Zhegrova s'punimon, qa me bo? Stilet e ti s'punimojmë, djath takom qëllu, ti shakon maj tak në ashtë maj mirë. Shkojnë a Shipe. Veç mos harroni që jëm të e bu dikun deri në 15 metra largësi, besoj. 15, 12, 13 qështu metra largësi, që mos me konë edhe shumë e lejtë për mu. Provoni edhe ju, nëse doni, edhe kallzomni në komente se sa shtylla i keni rok për 30-ve. Shkojnë a Shipe, e provujnë a prap, po besoj që kjo ka me konë shtyllë. Hajde! Are you serious right now, bro? Vesh shtyllë su konë. Kallzomni në komente sa për juve e dini këtë trikën kështu.
Edhe shkoj me njëre në goditje, Lamine Yamal. Hajde! Gol po, amo... Së është esenca gol me konë. Që kjo për më pengon. Qipe, hajde, shkojna. Nico Williams! Nico! Torro! Oh, la! E ka rrug! Mos harro bëne like edhe subscribe poshtë. 3 shtylla. Do uj. Po do uj. A mo e roki që ajo? E ka rrug. Shkojna. Hajde. Ai! Hajde Shqipe, shkojna goditja e rodhës. Po nalu mre, ej! Shqipe, jam bo nervoz stasht. Jam nervoz stasht, Shqipe. Du me rok, shtyllën. Se kom qare pa rok shtyllën. E kom vish një sen që si jom happy, që patikat e futbolit nuk e ku marrë. Me veti, kom harru. Topin e ku marrë, ku minut që i kom shtin qantë, kur e kom qelë qantën. S'kesh Shqipe, s'kesh patika, o dash me lujt me shtë patika, po s'ka lidhje Shqipe. Shkojna hera tjetër. Shtyll! Hajde kamermani një shut. Hajde, kamerman. Mos që të e prejkë si top mo kur. Kur mos e prejkë si top mo. S'de me shëtu ti. Ma e kamerën. Këshurë Shqipe, që kjo ka me kon shtyll. Monin men. Hajde. Sy! Hajde! Qfar goli? Po, ky ku ka challenge tjetër. Challenge tjetër për shtylla ko. Jo për gol. Shqipa, këthejmë për golla. Shkojmë, goditja radhës. Shonjes from Portland në Declan Rice! Oh! Sotimo! Super goditje! Qfar goditje! Ky vetëm, ky ishte gnit nga vlo. Vetëm edhe një goditje nga ka met për me rok shtyllë. Jo goditja e fundit, po menoj goditje për me rok shtyllë. Transverzalën për juve Qipëris, që më këshërni videot. Edhe e di që më këshërni, ju dua shumë. Edhe të Kosovës juve ju dua shumë. Falenderit shumë për përkrani ju. Falenderit që me bëni non-stop subscribe. Jeni të ma ndresh ditën, jeni të ma ndryshu jetën. Falenderit shumë, se cili për juve. Shtu që, tash mos harroni shkoni bëni subscribe, se jemi shumë ma ofër 50.000 subscribe-a. Edhe po shkojna për shtyllën e fundit që kena me rok. Hajde! A do t'jetë e fundit? Hajde! Shqipe, që to se pot, që kjo goditje nuk e mirë. E ndrojmë pozicionin pak se qaj pozicion mu ka pjek që aty. Hajde Shqipe, shkojna te shtylla e fundit. Po shpresoj që jeni kënaqur të e kështu këtë video, kallëzoni në komente cili shut ju ka pëlqyer më shumti. Edhe pse doja në gol, doja jashtë. Po shpresoj që kjo është e fundit. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Po shkojna Shqipe, po besoj që kjo është shtylla e fundit. Hajde, shkojna. Jo, bre! Në kom që po të thëmë, hera e pare dhe e fundit që nuk shkon në shtyll. Shkon në shtyll! Abonin! Hec! Shqipe, ju e dini sa që për nervozona, direkt po shkon në shtyll, shko që... Po shkojmë pak si Neymar. Diçka kështu. Si pionash. Oh! 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 Shit! Shqipe! Ka me bo ndodhin këtu. Shkojna Shqipe. A je dënë që grovës për ndodhin e mu. Shkojna.
Hajde si Neymari pak. Kështu ngishta. Shkojna Shqipe. Shkojna Shqipe, s'po morëm shumë hez këso here. Shtyllën. Goli. Por shtylla na vyj neve. Shqipe, kena orën për fundim. Shqipe, shkojna edhe njëherë, hajde. Shqipe, hajde shkojna. Ha, zoti ma. Hajde që me ta ma që shtu me shitu ty në kryman për para të roki. Ha, këshere. Ma për para të roki ty në kryzës a shtyllën. Shqipe, e kemi goditjen e fundit. A duhe rokum shtyllën, transversalën, për e të fundit, apo nuk duhe rokum? Shkruni në komente. Para se me shku me shituane. Kjo është goditja e fundit. Shkruni në komente, me në rënë, qëtash, kejt, hajde. Shkojna, Shqipe. Çfarë goditje! To zemrët! S'ka mi bo s'klikat! Yes! Kresore s'klikat s'ka mi bo! 5 shtylla për 30 shuta! Let's fucking go! Shqipe, shtylla t'i pot, 5 shtylla për 30 shuta i kena rogë, dhe me thonë denimi nuk e kena marë. Faleminderit se cili juve që i ka këshur këtë video. Mos harroni shkoni bëni like edhe subscribe, se jena shumë afër mi mri 50.000 subscribe-a. Hajde Shqipe, shkojmë edhe një goditje për fund, veç për juve. Shkojna! Peace out! Alo? Alo, përshëndetje, po flas me Gnitin? Po me Gnitin. Kanali juaj më duket se është hakuar zotri. Qa ka ndodh? Shikreni kanalin tuaj shpejt zotri. Ma kanë haku kanalin. Po zotri, shikreni shpejt. Kjo nuk mundet me kone vërtet. Zotri, nuk kam kohën që juve t'ju keni. Jo, se po rram. Zotri, shikreni kanalin tuaj, ju thash. Po shqipet e mia se dim për këtë sen. Qysh me marrë shqipet vesh? Okej, që pe këshyri, okej. Okej, hajt ta lyp një kanalin. Google, YouTube, shkojmë te kanali. What? Qa ka ndodh me kanalin më re, nuk po muj me hin to? Qa ka ndodh me kanalin tem, pse nuk po muj me hin to? What? Pse? Qa po ndodh? Ko shqipet s'kan me marrë vesh. Tash du t'me prit një telefonat. Du na me prit një telefonat pa tjetër. Du t'me më kontaktu hakeri. Okej. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, unë jam hakeri që ta hum haku kanalin. Pse ma ke haku kanalin? Qa ku mbot keqe me ma hakau kanalin? Këtë numra veç po dalin, veç numra po sha. Nuk po shas një video që e kum postu. Shqipevi ju kum kallzu që kam e postu video. Tani duhet të postosh një vlog, sepse s'kamo gaming. Duna me postu një vlog që s'kum postu moti? Jo, shqipet e mia nuk e din për këtë sen. Ti ke qenë duke më kajuar me subscribes, kështu që për atë ta kam mbyll kanalin dhe ta kam hakuar
Dhe s'do të ta kthej kur. Po pse, vlla? Qa ko lidhi pse unë e ty me t'kalu me subscribe-a? Qa ko lidhi për këtë sen? Pse ty me ma haku kanalin? Sa o qova pi gjumit e erdha në YouTube e mi e shkru shqipet me mëngjesi. Kur e këshyri e hapi është vetëm numra, nuk po shati tërsen. Vlla shko nuk ka lidhi pse unë e ty t'kalu me subscribe-a. Nuk dosh me pas ka të shumë inati, plut na kthema kanalin. Unë ty do ta kthej kanalin vetëm me një kusht. Cili është kushti? Atëherë më dëgjo këtu pukur edhe mirë hapi veshët. Ti s'do të postosh më gaming, po vetëm vloga nga tash. Kushti është vetëm me postu vloga, mos me postu mo gaming, po nuk e dia ju pëlqen shqipev kjo. Për gaming jam unë dhe i vetmi. Se për gaming je ti? What? S'po më me t'kuptu. Nëse më ke dëgjuar mirë dhe me vëmendje ke kuptuar se të kam thënë, duhet ta bësh një super vlog nëse ti ton kanalin përsëri dhe të fillosh vetëm me vloga. Hey! Kalo mirë knit. Ku. Duna me bu një vlog se kom qare për mja postu shqipev që ma kthy kanalin. O, zë. Ku ma kam vjedh kanalin? Qka me bo mërë tash? Qfar lloj vlogu me bo? Kom pas plan me bo gaming. Tash që s'kom drejt, duna me bo vetëm vloga. O, zëti madh. Duna me bo një vlog. Se qfar vlog jas vet, unë nuk muj me dit. Nuk e di. Po të mdhim shumë barki. Shumë po mdhem barki. Garanti mund. Po që me marrë do buk. Pas një kohë të gjatë, Gniti nuk ndjente më si më parë. Qëndrante i vetmuar duke u menduar se si do të rikthej kanalin e tij. Me çfarë lloj vlogu do të filloj dhe se si do të mbaroj, nuk e dinte asaj i vet. Kamerën e merrte me veti, katër që shkante, por nuk ju kujtojke se çfarë vlogu do të bënte. Ai mendonte për shqipet e tij, se shqipet nuk e dinin ku ndodhet ai. Ai rinte vetëm, por kur nuk u dërzua dhe kur nuk dërzohesh të vjen mundësia, edhe Gniti t'i erdha ajo për një intervist. Përshëndetje. Gnit, si po ndihesh pas kësaj që ka ndodhur? Ndihem mirë, tentoj me kon mirë, faleminderit. Po? Sa të vështirë ke të qëndrosh pa YouTube-ën? Po, pa YouTube-ës që mësu me nejtë kur. YouTube-ën e kom pas si në gjumë, si ditën, si natën, si të punu, si të ushtru, dhe më thonë gjithmonë ju më konë afer aty për shikus të mi. Gnit, pyetja e me radhës është se asgjohesh kaq herët gjithmonë, apo vetëm për këtë intervistë zgjove kaq herët? Unë gjithmonë sa herë jëm qu pe gjumit, e kom marrë telefonin edhe me një herë kom hin YouTube, mirë mëngjesi shqipe, e kom shkru edhe shumica për tëmve kanë komentu edhe jëm një shumë mirë, kur jëm qu shumë herët. Po sot jëm qu në ora, vetëm, në ora 5:29. Sot jëm qu në ora 5:29, ose 5:30, që ta është të bo. Gnit, pyetja ime e radhës është se deshta me të pyet sa video ke postu në këtë vit, komplet vitin, gjithsej vitin, sa video ke postu edhe a e din saktësisht sa i ke postu? Këtë vit i kom postu për mbi 500 video. Nëse s'gaboj, janë 5. Okej, ta shikoj një herë në telefon? Okej, po, i ki 555 video, okej. Kam një pyetje tjetër, a e din shqipet që ty tu ka haku kanali? Jo, shqipet e mia nuk e din që mu ka haku kanali, e nuk kom qysh mi ju tregu. Se shumica për tëmve njohin ma shumë prej shorcav që i bëj edhe prej videove. Kështu që jo, përmes rrjeteve sociale për ndryshe sikur TikTok edhe Instagram nuk është që më njohin shumë, po në YouTube kam ofër 50.000 subscribe, kështu që aty më përcjellim mas shumëti.
Shpresoj që përmes kësaj video, përmes kësaj interviste ta kuptojnë shqipet e tua se ti ke qeni hakuar dhe je i blokuar momentalisht për videot e tua që s'mund t'i postosh. Tash e kam një pyetje tjetër, Gnit, për çfarë qëllimi e bën ti YouTube-ën? Për çfarë qëllimi bën YouTube ti? Mund na tregosh? Qëllimi jam me YouTube është t'jam i pari shqiptar që bën vloga për ditë edhe shumë shpesh. Domethënë, mos me nal kur sikur një lloj emisioni që s'ka mbarim. Me YouTube kam qëllim ta bëj bashkë komunitetin shqiptar, t'i lidh, nëse nuk e keni pa në kanalin tem, Gnit Gamvlu, aty në coverin tim kam një foto ku shkruan vetëm shqip. Atëherë nuk kam pse bëj video të ndryshme ose në për gjute ndryshme kur unë du me pru komunitetin shqiptar zbashku edhe mu knatë së bashku me një fjallë. Gnit, mu pëlqeu shumë ajo përgjigje, por tash e kam një pyetje shumë interesante për ty. Deshta të pës se kush mendon që është as zemërlik që të jau thej kanalin dhe të jau hakoj kanalin juve. A mund të na tregoni, a keni ndonjë ide? Kanalin kush ma ka haku, aty nuk muj me ditë sigurt, po është njëri prej youtuberave shumë të njohur që nuk po du m'ja u përmen emrin hiç, po le ta komentojnë ata vetëm YouTube e ta këqyrë misa apo mund në mja qëllu se cili është hakeri. Kështu që unë për veti du m'ju tregu që kjo sen është i vërtet. Edhe nuk du unë për veti me pas kësi lloj nati me youtuberat ndryshëm me shqiptar, cilë bojnë video shqip, si për shembull gaming, vloga e tjera e tjera. Kisha tentu, kisha pas shumë qef nëse njëherë unë jam rrit me video shqiptare, jam rrit me gamera shqiptar, me shumë ata që bojnë video, që tash edhe ju e njihni. Unë kisha pas shumë qef mi taku një herë, mi përshëndet, edhe ata janë konë të partë shqiptar që kam bo gaming shqip edhe vloga shqip, po tash ka ardhur një kohë e re edhe po shpresojmë që kena me ndjek. Shpresoj edhe unë gjithashtu me ty, Gnit, deshta pyetja jam e fundit është se qysh mendon se ki me rikthy kanalin ton prej hakerit? Kanalin do e rikthej shumë shpejt. Edhe shqipe do e marrim vesh. Se s'kena me unal as njëherë për kërkon hiq. Edhe nëse hakerat e gjithë botës tentojnë kanalin ton me nal, atëherë na nuk kena mu nal. Na kena me kon të partë në çdo sen dhe sidomos në vloge, se e di që shqipe pjo mungon një vloger, edhe tash jam gati këtu me prezentu veten. Për ata që së më njohin, po du mu prezentu edhe njëherë, unë jam Gnit Gamvlu në YouTube, e keni channelin tem. Aty kom përmi 50.000 subscribe-a, tentoj me bu video të bukra për juve, muni me shku me shiku, jam falas. Okej, Gnit, ka që është për sot, të regjishues ju falenderojnë, ky është Gnit Gamvlu. Shikojeni YouTube dhe shkoni bënjani subscribe jollit se shumë djalosh. Gnit, e pite kejt sukin, li pak sok, Gnit. Ciao të regjishues. Faleminderit ty shumë, mas pari që more pak më qite prej dhomës edhe më qite pak prej vetmis, muj me thonë, se kam kalu pak ko jo të mira këtë ditë me kanalin, po tash kemi më rikthy shumë shpejt edhe kena me kryu atë vlog.